Shqipëria ka nevojë për ne. Ka nevojë për një parti demokratike të hapur, energjike, të sinqertë. Një parti demokratike që flet për hallet e shoqërisë, që bashkëpunon me të gjitha forcat opozitare pa dallim, që bëhet zëri i qytetarëve dhe jo kori i klaneve politike. Po D është institucioni i rotacionit, është institucioni i ndryshimit për shqiptarët. Është ajo që ka sjellë gjithmonë shpresë, kur Shqipëria ka qenë udhkryq. Dhe sot Shqipëria është pikërisht një udhkryq të tillë. Dhe po duhet ta themi me zë të lartë dhe pas një kompleks, siç e thanë me zë të sinqertë të gjithë të rinjt që folën më përpara. Ne e kemi forcën për ta sjellë rotacionin në këtë Shqipëri. Ne kemi forcën për ta fituar. Dhe fitoria nuk është një opsion. Fitoria është një përgjegjësi historike dhe fitoria është detyrim për Partinë Demokratike, është detyrim që i kemi shqiptarëve, është detyrim që i kemi demokratëve. Ne mundemi, duhet dhe do ta mundim Edi Ramën dhe besoj që ky është zotimi në çdo sallë, në çdo rrugic, në çdo lagje, në çdo fshat. Miqtë e mi, kjo nuk është ora e iluzioneve, as e frikës, as e cinizmit. Kjo është ora e kurajos, është ora e përgjegjësisë, është ora e vendimeve të mëdha, është ora që ta themi me zë të lartë, Partia Demokratike duhet të hapet. Të ngrihemi në lartësinë e pritshmërive të shqiptarëve, të freskohemi, të trokasim në çdo derë, të rikthejmë shpresën të vendit që po na ikën ndërduar. Le ta duam më shumë Shqipërinë, t'i shërbejmë më mirë asaj. Le ta bëjmë politikën sërish një fjalë të mirë, një punë të ndershme që i thërret qytetarët të vinë. Le të jemi njerëz të hapur, të sinqertë, të guximshëm për t'i dhënë të gjithëve një mundësi të re dhe pa diskutim një mundësi të re Shqipërisë tonë të bekuar nga Zoti. Unë kam një thirrje sot. Për të gjithë demokratët, për të gjithë shqiptarët. Bashkohuni me ne, ne do ta mundim Edi Ramën të gjithë bashk, të hapur, të bashkuar, të ri për të rirë dhe do t'i sjellim Shqipërisë ndryshimin. Fitore, fitore, fitore të gjithëve.